Ditëve të fundit vendi është përballur me mot të ndryshueshëm, me çrast një pjesë e ditës ka qenë me temperatura të larta deri në 40 gradë Celsius, ndërsa për disa çaste moti ka ndryshuar duke përfunduar me rreshje të shiut e madje edhe të breshrit. Temperaturat e larta dhe ndryshimet e shpeshta të motit po ndikojnë në shëndetin e qytetarëve, thonë mjekët, të cilët bëjnë thirrje për kujdes të shtuar, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Mjekët rekomandojnë që në periudhat me temperatura të larta qytetarët të shmangin daljet në ambiente të hapura si dhe konsumimin e sasive të mjaftueshme të ujit. Stina e verës dihet se nuk mund t'i shmangemi këtyre temperaturave të larta, edhe ata ndikojnë në disa mënyra, si e para është një goditje nga rrezet e diellit, temperatura e lartë, ndikimi i ushqimeve që bëjnë intoksikim apo diare te pacientët, ndikimi te temperatura e lartë te personat e moshuar, te fëmijët dhe me sëmundjet kronike. Tash të folim si nëse është nxehtësia nga ana e rrezeve të diellit, simptomet e ata pacientë janë me një tahikardi, kanë ata pacientë, frymarrje të vështirësuar e kanë dhe mund të bien deri në sinkopa, të bien në një alivanosje që duhet të kenë kujdes në këta përgoditjes së rrezeve të diellit. Kemi edhe temperatura të larta, nëse është mbi 30 gradë, kjo temperaturë ndikon shumë të moshuarit dhe të persona që janë me sëmundjet kronike, si janë sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e diabetit, sëmundjet e veshkëve, si dhe sëmundjet tjera që janë respiratore, që janë astma, sëmundjet kronike të bronhjeve, si dhe rrugët e sipërme të frymarrjes dhe dikush edhe sinusët. Gjithashtu ke fëmijët të kenë kujdes ma tepër në prindët se ende qendra e termoregulacionit ende nuk është i rregulluar sa duhet, edhe ke ata shumë më ngadalë shkon të adaptohen në këta temperatura të larta. Kurse te ata të moshuarit, ke ata metabolizmi është aq i ngadalshëm që edhe ke ata qendra e termoregulacionit shumë vonë reagon në uljen e temperaturës, mendoj periferike, se gjatë temperaturave të larta enet e gjakut zgjenohen dhe gjithë koncentrimi i gjakut është në periferinë në lëkurë dhe nuk ka kohë që të reagojë në trunin që të rregullojë qendrën e termoregulacionit dhe prandaj ata persona mund të kenë një kështu lodhje, mund të mendmarrje të kenë ata pacientë për temperaturës së lartë dhe të mos i kryjnë temperaturë edhe të ulet tensioni i gjakut. Këshillat për këta persona që janë me sëmundje kronike, ma tepër ato që i prek kardiovaskulare, duhet më shpesh të matin tensionin dhe të paraqiten ke mjeku që të adaptohen në këta terapi që duhet ta marrin. Duhet ta marrin me rregull ta terapi. Si dhe ushqimin duhet ta kenë shumë të kujdesshëm, të kenë pemë dhe perime, si dhe deri në 8 gota në ditë ujë me pi, si langje, në formë të supës apo të ujit dhe pemët sezonale që janë dhe perimet sezonale. Dhe ushqimet t'i përdorin ushqimet sa më të lehta dhe për një ditë të jenë të përgatitur, jo të ndetur. Si dhe te fëmijët do duhet ushqimi edhe ata ma tepër kemi kujdes që t'i lajmë më shpesh, t'i veshim me robet me ngjyrë më të çelet, të pambukut jenë ata robe dhe nëse dalin për jashtë të vendojnë ka një kapele fëmijëve. Kurse të moshuarit nëse e kanë patjetër të dalin jashtë, ata duhet të marrin me vete ujin, të veshen me tesha më të lehta verore që janë me të pambukut teshat dhe të gjejnë vendet më të freskëta dhe të vendojnë kapelet. Temperaturat e larta shumë ndikojnë edhe ke personat me të veshkë, që kanë sëmundje të veshkëve, që ata mund të bëhet dehidrimi shumë i shpejt dhe mund të jenë deri në alivanosje se hypen shumë kreatinini dhe urea. Si dhe ke personat me diabet, edhe ata duhet u paraqitet për shkak të mungesës së ujit dhe tharja e gojës, tharja e trupit. Dhe ata mund të hypet sheqeri në gjak, ata duhet të marrin dozën pak më të rritur, vetëm duhet të konsultohen me mjekun anë. Dhe personat që kanë për shembull që janë më tepër në kam, janë të punu në përpunët apo hecin, ata mund të paraqiten disa edeme në gjymtyrët e poshtme, do të thotë se sistemi venos është aq i zgjeruar sa mund të bëhet fryrja ose e anjma e gjymtyrëve të poshtme dhe mund të japin dhimbje dhe nuk janë stabil në hecje.
Te ata persona duhet të kemi kujdes se krypa harxhohet për ke trupi dhe kalon në qelizat dhe prandaj dhe uji gjithë koncentrohet te këmbët dhe paraqiten edemet. Prandaj është e këshillueshme me marr langje më tepër. Nëse paraqiten shumë dhimbje të mëdha dhe gërçe apo si pickthimet te këmbët, duhet të paraqiten ke mjeku am që tu të rekomandohet terapi apo tu japet një medikament për t'i rregullu këmbët, edemin që për ta tërheq edemin prej këmbët. Me pa ata persona që janë në punë, tanë ditën, ai këmbët u anjen, ata duhet të gjejnë një pauzë për gjysmore që brenda 10 minutave t'i ngrenë këmbët në një pozitë më të lartë që qarkullimi të fëmijët e vegjël nëse dalin për shembull në det na janë bashkë me prindët, duhet me marr ato kremna që janë kundër djegjeve me faktor të lartë të rezatimit, që t'i lyjnë që mos të vijë në fazën e djegjeve të ata fëmijë. Dhe në plazhet të kenë çadra për të mbrojtur ata fëmijë dhe langje për të pirë si uji apo ndonjë pemë apo perime të freskëta që i kanë përgatitur prej në shtëpi për t'u dhënë fëmijëve. Si dhe nëse kanë ngasmimet nga ndonjë insekt, do duhet të merren preparate për kundër këtyne kafshimeve të insekteve, se mund të bëjnë ndonjë problem, ndonjë temperaturë mund të hyjë aty në pacient, se nuk dim ai insekti ku ka shku dhe çka ka prek tjetër set. Prandaj duhet ata me i përdor ata barna. Simptomet nga të nxehtit paraqiten janë në mendmarrja të aty pacient, tharja e gojës, si dhe tharja e lëkurës, edhe atëherë duhet të janë simptomet e para këta, edhe duhet të matet tensioni, i gjatë të paraqitet ke mjeku am, të tregoj sa e ka tensionin dhe ne të japim këshilla se çka duhet te ata persona. Po, cilat janë ndoshta çfarë këshilla do t'ju jepni qytetarëve për të mbrojtur nga temperaturat e larta? Për të mbrojtur nga këta temperatura kisha këshillu personat që mos të dalin prej orës 10 deri në ora 5 basdite, ata që merren me punë aktivitet fizik, për shembull, ata duhet të dalin më herët në mëngjes, para orës 7, të dalin për të bërë ushtrimet fizike që i kanë si ushtrime në mëngjes që i bëjnë, hecjen apo ndonjë gimnastik mos bëjnë, si dhe personat që janë me sëmundjet kronike, ata duhet terapia të jetë në rregull të merret, edhe në vaktet e caktuara, dhe nëse paraqitet ndonjë simptom të ata mendmarrja apo vjellje apo diçka do të paraqiten ke mjeku am që të shohim se cili prej atyre medikamenteve i bën ndikon. Duhet me hek njërin prej atyre medikamenteve, të matet tensionin dhe të na paraqitet. Si dhe te fëmijët, nëse duhet si tanë të veshen me tesha të lehta, verore me ngjyrë të qelët, të pambukut dhe të dalin si vetë me konsumu pemë dhe pemire me sezonale, si të moshuarit, e në fëmijët, e në të gjithë personat, nuk është e rekomanduar të merren produkte të qumshtit, se ata më tepër bëjnë dehidrim të ata persona. Më tepër do të langjet normale që janë për frytave që mund t'i bëjmë vetë në shtëpi. Është rritur numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë gjatë temperaturave të larta? Në rritja është e dukshme, është rritë shumë edhe ma tepër paraqiten në anë të telefonit që t'u japim këshilla, u anë të disa persona diuretikët i kemi ndalu, i kemi përgjysmu, ke disa pse paraqitet tahikardia e kemi rrit dozën e atyne banave për tahikardin, që të jetë në normalet pulsi i zemrës, dhe të ata persona që e kanë tensionin shumë të lartë edhe kemi ndru terapin, kemi dhanë terapim më të lartë. Gjithë konsultimet ta personat më tepër i bëjnë me anë të telefonit, se për shkak të temperaturave nuk mund vinë në ordinancat tona. Hidrimi është shumë i rëndësishëm në kohën e temperaturave të larta, të themi edhe mbi 30 gradë kur është temperatura, duhet të merren gati 2 litra në ditë ujë, ato të jenë në formë të supës, në formë të perimeve, pemëve sezonale që ndodhen në këtë periudhë, dhe ushqimi të jetë i freskët, të bëhet çdo ditë, mos të merren shumë mishi ose senet e fërguara, të mos marrin ushqime të njelmëta, të kryposura, ose ushqime të ëmbla. Këta duhet të shmangen. Temperaturat e larta priten edhe në ditët në vazhdim, prandaj mjekët apelojnë që qytetarët të tregojnë kujdes të shtuar duke qëndruar sa më shumë në ambiente të freskëta dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast se shfaqen simptoma si marramendje, lodhje theksuar apo humbje e vetdijes.